15 vendet më të papastra në botë. A do të udhëtoje në ndonjërin prej tyre? Në një botë ku gjithnjë e më shumë flitet për qëndrueshmëri, pastërti dhe kujdes për mjedisin, ka ende shumë vende ku ndotja është një problem i përditshëm, jo vetëm estetik, por edhe shëndetësor. Ndotja e ajrit, ujit, tokës dhe grumbullimi i mbetjeve pa kontroll janë realitete të zymta që prekin miliona njerëz. Në këtë video do të rendisim 15 vendet më të papastra në botë, bazuar në të dhënat e ndotjes së ajrit, menaxhimit të mbetjeve, urbanizimit të pakontrolluar dhe mungesës së infrastrukturës. Pakistani, veçanërisht qyteti Lahore, përballet me ndotje ekstreme të ajrit. Në periudha të caktuara, indeksi i ndotjes i kalon të gjitha nivelet e rrezikut. Përveç kësaj, kanalet janë të tejmbushura me mbetje plastike dhe kimikate, ndërsa mungesa e një sistemi efikas të menaxhimit të mbetjeve e rëndon edhe më shumë situatën. Nigeria. Në qytete të mëdha si Lagos, mbeturinat përfundojnë në rrugë, në lumenj apo në det. Ndotja industriale e kombinuar me mungesën e filtrave në fabrikat vendase dhe mungesën e kanalizimeve moderne e bëjnë jetesën një sfidë për banorët. Uji i pishëm është gjithashtu problem madhor. Iraku. Pas dekadash luftrash dhe pasigurie, shumë qytete irakiane vuajnë nga mungesa e sistemit bazë të pastrimit dhe kanalizimit. Ndotja e ajrit nga djegja e mbeturinave dhe mbetjeve të luftës, si dhe mbingarkimi me automjete pa filtra, e bëjnë ajrin pothuajse të padurueshëm. Haiti. Pas tërmetit katastrofik të vitit 2010 dhe mungesës së stabilitetit politik, Haiti ka mbetur me një infrastrukturë të dobët. Pavarësisht përpjekjeve të organizatave ndërkombëtare, shumë zona përreth Port-au-Prince janë të mbytura në mbeturina dhe ujëra të zeza. Indonezia. E njohur për bukuritë e saj natyrore, Indonezia përballet gjithashtu me një krizë të thellë mjedisore. Bali, një destinacion turistik, vuan nga ndotja masive e mbetjeve plastike. Në Jakarta, uji është i ndotur dhe ajri shpesh i pashëndetshëm për frymëmarrje. Bangladeshi. Dhaka, kryeqyteti i Bangladeshit, është një nga qytetet më të ndotura në botë për nga cilësia e ajrit. Mbeturinat janë kudo dhe shumë njerëz jetojnë pranë kanaleve të hapura të mbuluara me mbetje. Për më tepër, rrobat e përdorura dhe mbetjet industriale hidhen pa kontroll. Kongo. Në shumë zona urbane në Republikën Demokratike të Kongos, nuk ekziston menaxhim zyrtar i mbetjeve. Mbetjet përfundojnë në rrugë, në lumenj dhe në zona të banuara. Kjo jo vetëm ndikon në pamjen e qyteteve, por krijon kushte të rrezikshme për sëmundje infektive. Nepali, një vend me male madhështore, përballet me ndotje serioze në zonat urbane. Katmandu është shpesh e mbuluar me mjegull të ndotur, ndërsa mungesa e riciklimit dhe hedhja pa kriter e mbetjeve në lumenj si Bagmati janë një realitet i trishtueshëm. Sudani. Në shumë qytete sudaneze, mungesa e ujit të pastër dhe e sistemit të kanalizimeve është alarmante. Njerëzit përdorin burime të ndotura për pije dhe larje
dhe pastrimi i mbeturinave është praktikisht inekzistent në shumicën e zonave periferike. Etiopia. Me urbanizimin në rritje, qytete si Addis Ababa po përballen me ndotje në rritje të ajrit dhe hedhje të mbeturinave kudo. Mungesa e edukimit mjedisor dhe burimeve për menaxhimin e mbetjeve e thellon problemin. Afganistani. Pas dekadash konflikti, Afganistani përballet me shkatrim të infrastrukturës dhe ndotje të mëdha urbane. Kabuli, për shembull, ka ajër të rënd për shkak të djegjes së druve dhe qymyrit dhe mungon sistemi i përpunimit të mbetjeve. Kina. Edhe pse Kina ka përmirësuar ndjeshëm disa zona, qytetet industriale si Linfen dhe Tianjin janë ndër më të ndoturat në botë. Ajri është i ngarkuar me grimca të dëmshme dhe ndotja e tokës nga metale të rënda është e përhapur. India. India është një nga vendet më të ndotura në botë. Qytete si Delhi, Varanasi apo Kanpur përballen me ndotje të ajrit, lumenjve dhe mbetjeve urbane. Lumenjt e shenjtë si Ganges janë të tejmbushur me mbetje kimike, plastike dhe organike. Çadi. Në Çad, përveç mungesës së sistemit të kanalizimeve, qytetarët shpesh janë të detyruar të djegin mbetjet për ngrohje ose gatim, duke krijuar ndotje të konsiderueshme të ajrit. Kushtet e varfërisë e bëjnë të vështirë përmirësimin e situatës. Republika e Afrikës Qendrore. Në vendin më të papastër në listën tonë, ndotja është kudo. Kryeqyteti Bangui përballet me mungesë të ujit të pastër, kanalizimeve dhe hedhje të kontrolluar të mbetjeve. Pjesa më e madhe e mbetjeve organike dhe inorganike derdhen në mjedis të hapur, duke sjell rreziqe të mëdha për shëndetin publik. Pastrimi dhe mbrojtja e mjedisit nuk është vetëm detyrë e qeverive, por edhe përgjegjësi e çdo individi. Ndërkohë që disa vende përballen me sfida të jashtëzakonshme, ndërgjegjësimi global mund të sjellë ndryshim. A do të doje ti të udhëtoje në ndonjërin nga këto vende? Apo mendon se pastrimi duhet jetë përparësi në çdo shtet? Nëse të pëlqeu kjo listë, mos haro të klikosh subscribe dhe të na lësh në komente mendimin tënd. Cili vend mendon se ka nevojë për më shumë ndihmë për pastrimin e mjedisit?